Në ditën e 7 marsit, kur nderohet figura e mësuesit, historia e një çifti nga Berati tregon se dashuria për arsimin mund të zgjasë një jetë të tërë. Për mësuese Adelinën, vitet në arsim janë ndër më të bukurat. Jo pak, po 40 vite. Kështu që kjo është puna më e bukur që kam pasur këto 40 vite. Kënaqësi të punosh me fëmijë, të punosh me nxënësit, të falësh atyre dashuri. Thelbi i gjës është bashkëpunimi i ngushtë midis nxënësve dhe mësuesve. Dalja në pension e Qemalit, bashkëshortit e saj, ishte një nga momentet më të vështira për të, që ende e kujton me shumë emocion. Momenti veçantë është, domethënë, të shkëputesh nga një punë që ke bërë me nxënësit për 45 vjet. Në ditët kur ky profesion po zgjidhet çdo ditë më pak nga të rinjt, ai ndan edhe një mesazh. Të jesh mësues është një nder, është një krenari e madhe. Prandaj është, ju këshilloj të gjithëve ta gjejmë këtë profesion, ta përqafojmë. Mësuesia nuk është vetëm një punë, është një mision. Me këtë moto, Klevis Balliu nis çdo ditë punën e tij si mësues në shkollën Abdyl Paralloj në Elbasan. Mësues Klevisi tregon për rrugëtimin dhe sfidat e këtij profesioni. Çka është e vështirë, me thënë drejtën, problematikat janë të shumta, sepse të kemi bëjmë me njerëz në këtu arsimi ka të gjitha fushat e jetës. Mësuesia është një profesion që mbetet i dashur edhe kur del në pension, kështu thot Hajrie Kuka, e cila vijon të rikthehet shpesh në shkollën ku punoi në Tiranë. Ke thënë një pjesë të jetës tënde këtu. Ke ardhur çdo ditë dhe ke qëndruar me kolegët dhe nxënësit. Dhe nuk është e thjeshtë që të largohesh. Ke shumë kujtime. Për të, mësuesia është një profesion fisnik, që kërkon jo vetëm të japësh dije, por edhe për kushtim dhe dashuri për nxënësit. Të jep njohuri, të jep dituri në fusha të ndryshme dhe të përgatit për jetën. Kuptohet që kur vjen këtu nuk je më thjesht vetëm mësuese për të dhënë mësimin në fushën për të cilën je diplomuar, por je një person i cili duhet të transmetosh mirësi, duhet i kuptosh nxënësit. Në këtë 7 mars, mesazhi mësueses për kolegët e saj është të shohin përtej profesionit e mbi të gjitha të formojnë qytetar.